Si të përgatitemi për Ramazan. Tani, ky është Ramazani. Me çfarë gjërash veçohet Ramazani? Është karakteristikë dhe veçori e Ramazanit. Janë dy gjëra, agjërimi dhe Kurani. Të gjitha gjërat e tjera pastaj janë pjesë e gjithë jetës njeriut, kurse Ramazani ka këto dy gjëra të veçanta. Është muaj i Kuranit sepse në këtë muaj ka zbritur Kurani. Dhe është muaj i gjallërisë së Kuranit që në kohën e pejgamberit alayhis salam deri sot. Është dhe muaj i agjërimit, të gjithë e dinë që specifika e Ramazanit lidhet me agjërimin. Sot do të ndalemi tek veçoria e Kuranit. Atëherë, që të përgatitesh për Ramazan në formën më të mirë, duhet të kuptosh se cili është pozicioni yt, cili është roli yt, fillimisht raporti yt me fjalën e Zotit, Kur'anin famëlar. Duhet të kuptojmë që njerëzit janë në tre kategori në raport me Kur'anin. Ai njeri i cili e lexon Kur'anin në formën më të mirë. Ai personi i cili di të lexojë por ka vështirësi, nuk e ka mësuar aq mirë, dhe ai personi i cili nuk di të lexojë fare. Këto janë tre kategoritë e Kur'anit. Për sa i përket atij personi që lexon në formën më të mirë, kemi hadithin që transmeton Muslimi në Sahihun e tij nga Aisha radhiyallahu anha, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: "Alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-kirami al-barara." Ai i cili lexon Kur'anin, e reciton Kur'anin, e këndon Kur'anin në formën më të mirë, pra i din shumë mirë ta lexojë Kur'anin, ai do të jetë në shoqërinë e melekëve të lartë, e melekëve të pastër në ditën e gjykimit, na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kjo është kategoria e parë. Kategoria e dytë, ata cilët kanë vështirësi në lexim, dhe shumë prej këtyre njerëzve mund të mendojnë dhe shiko, nuk do lexoj shumë Kur'an sepse kam frikë se gaboj. Nuk do lexoj shumë Kur'an sepse nuk e di pse miku koha dhe se mësova dot, po unë jo. Vazhdon hadithi, ku thot: "Walladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa yatata'u fihi wa huwa 'alayhi shaqun lahu ajran." Edhe i personi tjetër që lexon, reciton dhe këndon Kur'anin, por ka ngeca, ka vështirësi, ka ngarkesë, nuk e lexon në formën më të mirë, sa akoma se ka mësu, do ta ketë shpërblimin dy fish, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Si do ta ketë shpërblimin dy fish? Shpërblimi i parë se mori mundimin të lexoj Kur'an, pra nuk u largu nga Kur'ani, dhe shpërblimi i dytë, shpërblimi i vështirësisë. Pra ti pas ke sevape më shumë sa ai person që lexon më mirë. Kush e tha këtë? Pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra në të dyja format, ai që lexon mirë, shpresojmë që të jetë në shoqërinë e melekëve të pastër në ditën e gjykimit. Kurse ai i cili këndon me vështirësi, ai do të ketë dy fish sevape, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, pse e lidha çështën si të përgatitemi për Ramazanin menjëherë me Kur'anin? Sepse nuk ka kuptim që ne të falim namaz nëse nuk lexojmë Kur'an. Ç'do të thotë? Do të thotë që Kur'ani qenë ka kusht, Fatihaja qenë ka kusht për saksinë e namazit. Po pse ka fut një pjesë të Kur'anit kusht për saksinë e namazit, për me treguar rëndësinë e Kur'anit? Atëherë, kemi një hadith që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë i drejtohet sahabeve: "E ya'jizu ahadukum an yaqra'a bi thuluthil Qur'ani fi lejletin?" E shikon të vështirë apo të pamundur dikush për jush të lexojë 1/3 e Kur'anit brenda natës? 1/3 e Kur'anit brenda natës janë 10 xhuze. 10 xhuze, pra 1/3 kush i lexon brenda natës? A do flesh gjuma, a do shplodhësh, a ke probleme, a do dëgjosh mjes më punue kështu me radhë? Atëherë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: "Kul huwallahu ahad, thuluthul Qur'an." Surja Ikhlas, Kul huwallahu ahad, është 1/3 e Kur'anit. Shikoj sa bukur. Pra Allahu xhelle xhelalu nuk të kërkon ty volum, ty të kërkon cilësi. Nëse Kur'ani ndahet në 3 pjesë, një pjesë lidhet me besimin, një pjesë lidhet me historikun dhe etikën, dhe një pjesë lidhet me rregullat dhe normat fetare, që është normat e fikut. Çfarë ndodh? Ti nëpërmjet surës Kul huwallahu ahad hoqe 1/3 në aspektin konceptual. E këndove 1 herë, 5 herë, 10 herë, 20 herë, atëherë e ke këndu 1/3 e Kuranit disa herë në ditë apo disa herë gjatë natës. Me këtë lloj qëllimi që ti rinovon besimin tënd. Pra shikoje pse është i rëndësishëm Kurani. Kurani nuk është i rëndësishëm thjesht sepse ne lexuam, domethënë, një sure dhe morëm disa sevape. Për çdo gërm kemi 10 sevape. Jo. Për domethënien e asaj që ti je duke lexuar, këtu tani duhet të shpjegoj dhe një ajet kuranor që
neve vazhdimisht e kemi cituar faktikisht, por është shumë i rëndësishëm në jetën tonë. Allahu xhelle xhelalu në Kur'an thot: "Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab." Ky është ajeti më madhështor që ka Kurani brenda në raportin që duhet ketë besimtari me fjalën e Zotit Kurani. Dëgjoni me vëmendje. Ajeti më madhështor që ka Kurani brenda, se si duhet formoj besimtari muslimani raportin e tij me fjalën e Zotit, pra me Kuranin, është ky ajet ku Allahu thot: "Libër që ta kemi zbritur ty o Muhammed." Ai është i bekuar, një libër i bekuar që të kenë përsjatje të meditojnë lexuesit të meditojnë, të përkujtohen me atë dhe të punojnë me të. Leximin dhe punimin nuk e ka përmendur Allahu, ka përmendur vetëm që ky është një libër i bekuar që ta zbritëm ty o Muhammed në mënyrë që të meditohet në të dhe të përkujtohen besimtarët. Ka përmendur dy cilësitë kryesore që sot nuk janë. Këto dy cilësi nuk vinë dot nëse ti nuk e lexon Kuranin tepër. Për shembull, nëse ti nuk e ke zakon vazhdimisht çdo ditë një pjesë saktume nga faqet e Kuranit ti lexosh, nuk shkon dot në meditim. Atëherë, masi ta bësh zakon leximin, do shkosh në meditim. Meditimi nuk vlen nëse ti nuk përkujtohesh. Përkujtimi nuk quhet, nuk vlen dhe ky nëse ti nuk punon sa do pak me atë që meditove dhe përkujtove. Atëherë, këto 4 shkallë janë 4 pikat kryesore që e veçojnë besimtarin e mirë nga besimtari jo i mirë. Kurani, për fat keq, ka arritur deri aty sa ose do ta shikojmë të shfaqet në konkurse, ose do ta shikojmë të shfaqet kush e ka zërin më të mirë që elhamdulillah, unë dëgjova një hafiz sot dhe kënimin e kishte shumë të mirë. Ndërkohë që Allahu xhelle xhelalu e ka lidhur bekimin e librit vet, fjalës të mshushme të Zotit, Kuranit familjar, e ka lidhur me 4 pika. Bekimin begatin që zbret Allahu xhelle xhelalu nga hapësirat qiellore në tokë, kusht që ne të kemi pjesë të atij bekimi është të lexosh Kur'an në vazhdimsi, mos kesh shkputje. Këtë që lexon të shkosh në meditim. Meditimi të çojë në përkujtim dhe nuk ka vlerë përkujtimi nëse ti nuk punon me atë që lexove. Nëse jemi këtu, jemi besimtar të vërtet. Nëse nuk jemi këtu, atëherë mashtrojmë dhe rrejmë vetveten tonë. Ç'është meditimi? Meditimi është unë dalë në një ajet. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nuk vazhdon tek ajeti i dytë, qëndron. Vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Dhe ti fillon analizon në këtë ajet, Allahu xhelle xhelalu na tërheq vëmendjen që ne të jemi të qartë në tauhidin ton, në njohshmërinë e Zotit, të jemi të saktë, mos i shoqërojmë Zotit ortak dhe as shok, dhe kjo jo vetëm për të vdekurit, që mos besojmë që ata kanë forcë, e ata kanë bereqet, e ata na japin rrezikun. Jo, kanë ikur këto kohë. Mos ta duash dikë prej krijesave ashtu sikur don Zotin. Mos i mbështetesh krijesave sikur i mbështetesh Zotit. Mos të shpresosh prej krijesave sikur shpreson prej Zotit. Mos kesh frikë prej krijesave sikur ke frikë prej Zotit. Të gjitha janë këto punë të brendshme në zemrën e njeriut që ne sot i kemi harruar. Ne më shumë përmendim krijesat e Zotit se sa emrat e Allahut. Më shumë përmendim emrat e artistëve dhe lojtarëve dhe këngëtarëve dhe sportistëve se sa emrat e sahabëve me cilët lidhet identiteti ynë, historia jonë, dhe ata na mësuan neve me hadithe që transmetuan nga pejgamberi alayhi salatu sallam fen ton. Dhe përjedhoj, ne po jetojmë pa identitet dhe gjithë kjo vjen sepse ne jemi largu nga Kurani. Por mirë, ne do të lejojmë që të futemi në Ramazan me këto norma, me këtë realitet, në këto rrethana ku gjendemi, jo pasha Zot. Duhet patjetër që të shtojmë dozën e adhurimit duke afruar tek Zoti ynë nëpërmjet fjalës Allahut xhelle xhelalu. Pra meditimi, tham ne, çfarë ishte? Të meditosh në kuptime dhe dimensionet kuptimore të gjëra që ka Kurani, të ndalesh. Pas ajeti tjetër, për këtë nuk e bën dot nëse ti nuk e ke vazhdimsi leximin e Kuranit. Meditimi ku duhet të çojë? Meditimi të çon në përkujtim. Ç'është përkujtimi? Subhanallah, unë e mora vesh që ky ajet ka këtë domethënie. Po, kjo lidhet me diturinë, lidhet me informacionin. Po ti ku je tash në këtë
kuptim që përfitove. Ku je? A je afru më shumë? A je largu më shumë? A ke punu, a s'ke punu? A ke ftu të tjere të kjo, apo nuk i ke ftu të tjere të kjo? Dhe momenti që neve na del analiza, na del një konstatim që është jo i dur, jo i mirë, nuk ka pasaj kuptim që neve i themi vetës musliman të mirëfillt, ku ne nuk jetojmë me fjalën e Zotit. Fjala e Zotit është identiteti ynë. Pra, bekimet që ne presim në Ramazan, sidomos në natën e Kadrit. Cilat janë bekimet? Shumicën e rasteve njerëzit, siç e shikojmë dhe vetë dhe dëshmojmë, e kanë kthyer çështën në interes. Unë do zgjohem në natën e Kadrit, edhe një pjesë e natës, jo gjithë natën, dhe i mendon se gjithë vitin që ka kaluar me fen hutim, ajo pjesa e natës nuk të bën Zoti marr, edhe atë pjesë natës ta bën Zoti marr. Pse? Se edhe nëse zgjohesh, do zgjohesh i përgjumur, do zgjohesh i përhumbur, do zgjohesh i uritur, do kesh mend të hash diçka e kështu me radhë, do të kaloj koha dhe i momenti ku Allahu xhelexhe e ka caktuar bekimin për pranimin e punëve, pranimin e lutjeve, pranimin e kërkesave, do të iki, se të ka kaluar gjithë viti. Atëherë i kthemi edhe një analizës që tham në radhën e kaluar, në të dielën e kaluar. Punët e mira ngritën te Allahu xhelexhelal çdo ditë dhe çdo natë. Çdo ditë hënë dhe çdo ditë ende në aspektin javor. Nëse java na kalon rregull, kalon dhe muaj. Mirë, po jo të gjitha ditët janë fatlume, mund të kemi dhe gabime. Mirë, po në tërësinë e veprave tona, a jemi fatlum apo jo? Atëherë do të kaloj 2 muaj, 3 muaj, 4 muaj, do të vijë dhe muaji Shabani, do të jemi të pranuar apo jo, do të vijë dhe Ramazani, atëherë do të jemi të mëshiruar nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Përndryshe, Zoti na ruaj nga hutimet dhe përhumbja jon. Atëherë, për sa i përket agjërimit dhe për sa i përket Kuranit. Këto ishin 2 pika me të cilat veçohet Kurani. Por agjërimi në vetvete pse është? Allahu në Kur'an thot: "Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." O ju besimtar, ju është bërë juve obligim agjërimi, sikur ka qenë obligim edhe për ata që ishin përpara jush, në mënyrë që ju të ruheni. Ittaqa, yattaqi, folja në gjuhën arabe që është përmendur në ajetin kuranor është më urujt. Nëse ti ruhesh nga ato gjëra me të cilat ka ndaluar Allahu xhelle xhelalu, kjo do të çojë ty në devotshmëri. Devotshmëria është rrjedhoj. Allahu kërkon diçka tjetër. Allahu kërkon që ne të ruhemi. Dhe këtu fillon dimensioni madhështor i kuptimeve të agjërimit. Te fjala ruajtje, pyetja e madhe nga çfarë duhet të ruhemi? Pra, çfarë kërkon Zoti prej nesh që të largohemi dhe të ruhemi nga ato gjëra? Ky është agjërimi vërtet nëse duam të meditojmë. Pra, ky është një ajet, unë po e sjell një lloj analize që të kuptojmë se si bëhet meditimi, pastaj si kalojmë në përkujtim dhe si kalojmë domethënë në punë. Atëherë, Allahu i Madhërisëm na ka kërkuar që të ruhemi nga shirku, nga devijimet në fe, nga zullumet dhe padrejësitë, nga shthurja, nga smundjet e zemrës dhe gjunahet sa do të vogla qofshin pastaj ato. Të gjitha këto. Fillim shirku, të jetosh një jetë me tauhid pastër. Të jetosh me traditën profetike të pejgamberit s.a.s. pa devijime. E zem se bëra këtë, por nuk shpëtohet nga zullumet dhe padrejësitë që u bën njerëzve. E zem se shpëtove nga zullumet dhe padrejësitë, por ke edhe veset e tua, ke edhe zemrën e smur, ke edhe sedrën e smur, e cila vjen me gabime të ndryshme që nuk mundet zemra të jetë e smur vetëm se do të ketë probleme krijesat e Zotit. Me zilije, smire, urrejtje, xhelozie, gjitha që janë këto, deri tek armisia, pastaj do të vi zullumit kur ka ardhur në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe nga gabimet më të thjeshta, ka një premtim që Zoti do t'i falë nëse ti ruhesh nga këto të mëdha. Në momentin që ti agjeron me këtë botë kuptim, atëherë ti që ke besimtar i mirë, rrjedhoj ne do të shkojmë tek devotshmëria që përmendet. Lind pyetja, po mirë, nëse përkthejmë devotshmëri, ka një problem? Ka 2 probleme. Problemi gjuhësor i gjuhës arabe, që ajo është më urujt, dhe devotshmëria është rrjedhoj e ruajtjes, dhe e dyta, nëse ti mendon se përkthimi i vërtet është devotshmëri, këtu fillon vetë mashtrimi. Cili është mashtrimi? Unë agjërova, për çdo syfyr u çova, për çdo iftar ish i gatshëm, i fala dhe teravit, dhe në fund fare mas Bajramit, unë mendova vërtet që jam evlia. Jam i devotshëm. Se kështu thot Zoti në Kur'an. Atëherë Allah po na flet për diçka tjetër. Unë mashtroj vetveten tim, ti mashtron vetveten tënd, ata mashtrojnë vetveten e tyre.
Pyetja është, për gjatë gjithë Ramazanit, edhe mbasi të vijë Bajrami, a u ruajte nga gjithë ato gjëra nga të cilat Allahu xhelle xhelalu të ndaloi? Këtu fillon analiza. Momenti që nuk e ruajtur, agjërimi qenë ka mekanik. Agjërimi është fiktiv. Agjërimi është një proces që shkon edhe vjen dhe ne u përmirësum apo jo, i Zoti di. Pra ne a jemi afru tek Zoti duke u larguar nga ato gjëra që na ka ndaluar Zoti, ky është agjërimi. Po kush agjeron në këtë formë përveç se njerëzve të devotshëm, dalim të rrjedhoja. Devotshmëria që përmendet. Kush e bën këtë? Atëherë ruhu që të bëhesh i devotshëm. Pra edhe populli nuk thot kot, ruhu të ruaj. Ruhu të ruaj, thot populli, ka thënë Zoti, ruhu të ruaj, dhe është e vërtet. Nga vjen ky proverb, kjo fjalë e popullit? Nga hadithi ibn Abbasit, ihfazillaha yahfazka. Ruaje Zotin dhe Allahu do të ruaj ty. Hadith. Pra ruaje Allahun, ruaj kufijtë e Zotit dhe Allahu do të ruaj ty. Kështu thot pejgamberi alayhi salatu selam. Përndryshe, a ka ndonjë argument se ndoshta mundet dikush të më kundërshtoj, thot hoç, po ne kemi dëgjuar gjithë ato hoxhallar të tjerë të cilët thonë se ajeti përkthehet devotshmëri dhe jo më urujt. Atëherë kemi hadithin e pejgamberit alayhi salatu selam, i cili thot rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa as-sahar. Ndoshta një agjërues nuk merr nga agjërimi i tij vetëm se ka net pa hangër dhe pa pi. Është lodh. Ka net pa hangër dhe pa pi, pra ka dalë pra sevape. Ashtu si kur ky personi tjetër që rrin gjithë natën duke i bërë adhurime Zotit dhe Allah nuk ja pranon adhurimet. Përse? Sepse nuk pranon ty Allahu xhelle xhelalu dhe mu bashk agjërimin nëse ne planifikojmë kundër njëri tjetrit. Hadithi i mesit Shabanit për çfarë erdhi? Fa yaghfiru li kulli abdin illa li mushrikin au mushahinin. Allahu fal gabimet, gjunahet, e mëshiron të gjithë krijesat e tij përveç atij që ka bërë shok Zotit dhe ai që nuk shkon mirë, domethënë, me vllaun e tij musliman. Ka armiqësi, nuk i jep selam, ka urrëtie, ka luftë, betejë, se a thu se është shejtani ai, a kupton? Atëherë çfarë ndodh? Allahu nuk e fal. E njëjti koncept është edhe në Ramazan. Pra ne nuk bëhemi të devotshëm në Ramazan sepse agjërojmë. Ne nuk bëhemi të devotshëm në Ramazan sepse falim teravit. Ne nuk bëhemi të devotshëm në Ramazan sepse shikojmë minuti që mos na iki ai momenti i iftarit, sepse kështu është një sunet i pejgamberit alayhi salatu selam, dhe gjatë ditës mezi presim të hym hak njerëzve. Bëhemi korrekt në disa punë sekondare dhe neglizhojmë në disa punë madhështore, të cilat nëse gabojmë në ato punë mund të quhemi zullumqtar. Pra ne kur themi si të përgatitemi përpara Ramazanit, le të përgatitemi duke filluar nga zemra jon, nga mendimet tona, nga shpirti ynë, nga qenia jone, nga brendësia jon, pra qenia jon e brendshme, pastaj të dalim në gjëra të tjera. Tani lind pyetja. Po mira është e mundur që njeriu të largohet përfundimisht 100% nga çdo vepër, sa do e vogël apo e madhe qoftë? Jo, nuk largohet. Sepse ndoshta mund të largohesh për mend, mund të gabosh prap. Është ajo që thash pak më parë. Ti ku anon? Ty të ka marrë e mira, apo të ka marrë e keqa? Ty është duke të tërheq më shumë e mira, apo është duke të tërheq më shumë e keqa? Ramazani është rasti më i mirë që ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Për cilën formë? Atëherë, largohu nga njerëzit të cilët janë të padobishëm. Largohu nga njerëzit të dëmshëm. Largohu nga të gjitha ato gjëra që të marrin kohën, nga të gjitha ato gjëra që të marrin energjinë, nga të gjitha ato gjëra që të marrin vëmendjen. Largohu nga lojrat, largohu nga gjërat të cilat vetëm të ngarkojnë, të rëndojnë dhe nuk është pjesë e investimit tënd. Investim për ahiret dhe investim për një jetë më të mirë në jetën e kësaj bote. Gjithçka që është e panevojshme, padobishme, largohu. Leri lojrat, leri lodrat, leri argjimin e kohës për Ramazan. A nëse ti e bën zakon të përgjatë gjithë Ramazanit, shpresohet që të vazhdosh i tillë edhe pas Ramazanit. Tani, ne folëm në aspektin konceptual për Kur'anin. Agjërimi, çfarë do thotë agjërimi? Si agjërohet e kështu me radhë? Tash do të ndalemi tek ajo që kemi shpjeguar dhe herë të tjera, tek punët e mira, të cilët duhet të ftojnë në punë të mira. Cilat janë ato? Të gjitha punët e mira të mundshme, por mos u fokuso gjithmonë tek një punë e cila do të largoj nga punët e tjera. Selefët
kanë qenë të atill që gjithmonë i jepshin rëndësi një pune më shumë nga punët e tjera, me kusht që punët e tjera të bëheshin sado pak, po jo të largohesh fare. Për shembull, Abdullah ibn Omeri vazhdimisht agjeronte. Ibn Mesudi nuk agjeronte. Rrallë herë agjeronte. Po jo fare, për te Ramazanit rrallë herë agjeronte. Por ishe i lidhur me Kuranin. Çfarë do thot kjo? Nëse i jepesh pas një pune dhe bën pak nga të tjerat, janë rregull. Po jo t'i jepesh vetëm nga mbas një pune dhe t'i largohesh gjithë punët e tjera. Përse? Sepse ky lloj boshëllëku do të mbushet me gjëra të padobishme ose ndoshta do të mbushet me gjëra të dëmshme ose gjunahe. Çfarë do thot kjo? Do thot që bëj zakon çdo ditë, mund ta fillosh që tani në Shaban, bëj zakon një punë të mirë duke e shtuar atë derisa të vi Ramazani. Kur të vi Ramazani shtoje pak më tepër. A është e mundur ta bësh me grafik pune? Bëje me grafik, siç bën veprimtarinë tënde gjatë jetës. E kemi përmendur nëse mbani mend. Ti nuk fal fare për shembull namaz duhaje. Mbasi ka lindur dielli e deri për deri në drek. Mundohet falesh 2 rekate. Filloj që nesër. Ti i fal 2 rekate, nesër fal 4. Ti i fal 4, nesër fal 6. Mundohet gjithmonë 2 rekate më tepër. Namaz nate, ti vitrin e fal 3 rekate, 2 plus 1. Fale 4 plus 1. Mi fal 2 selam dhe 1. Shtoj 2 rekate. A është e mundur për në Ramazan pastaj ti falesh 7 rekate? Akoma më mirë. Apo 9 rekate, apo 11 rekate se i falte pejgamberi alayhi salam. Për sa i përket Ramazanit, neve na ndihmojnë teravit. Ai është namazi i natës, por namazi i natës ndahet në 2 pjesë. Namaz natë me njëherë mas jacie dhe namaz natë mas i ke fjetur gjumë. Namazi i natës mas i ke fjetur gjumë quhet tahajjud dhe ka sevape më shumë. Që do të thotë ti mund të falesh në xhami, kur çohesh për syfyr, fal edhe 2 rekate tjera. Edhe mund ta lesh vitrin në fund. Cili është më mirë, vitri në xhami apo vitri në fund kohës? Vitri në fund kohës është më i mirë dhe nuk ka lidhje vitri me xhamatin. Namazet farze ka lidhje me xhamatin. Vitri ka lidhje në fundin e kohës. Ka lidhje me një sunet të humbur që sot ka humbur. Ka lidhje me kohën më fatlume ku Allahu i thot robit vet, kush kërkon falje dhe mëshirë, le të lutet se do e fal. Kush kërkon diçka që, domethënë e don atë, unë do ja jap. Kush kërkon diçka që i mungon, unë do e zëvendësoj. Ta thot Zoti këtë, çdo natë përderisa s'ka ardhur sabahu akoma. Është momenti më i mirë që ti të falesh atë rekatin e fundit të vitrit. E rëndësishme është që çdo ditë që ka kalu, ke dhënë sadaka. Çdo ditë që ka kalu, ke fal 2 rekate më tepër. Çdo ditë që ka kalu, je largu nga një shok i keq. Aso një person që është i padobishëm. Çdo ditë që ka kalu, ke lexuar 2 Kurane, 2 faqe Kur'an më shumë. Çdo ditë që ka kalu, ti je mundu të orientosh dikë për mirë. Çdo ditë që ka kalu, ke vepruar një punë të mirë që ndoshta tjerët nuk e ka shku ndërmend fare ajo punë e mirë. Mundohu të bësh një grafik pune, vetëm këtë formë ti të kuptosh se ku ke qenë, ku je dhe ku do shkosh. Për ndryshe më thoni, nëse ka kuptim një person që i futet një projekti shumë të rëndësishëm për jetën e tij dhe ai nuk ka asnjë lloj studimi. Ai nuk ka asnjë lloj projektimi, ai nuk ka plan program, ai nuk ka një studim të mirëfillt që të ketë konstatime, të dalin në përfundime dhe në fund fare të di se ku është. Do dështoj, do falimentoj. Edhe çështja e besimit është e njëjta gjë. Tani, secili ja jep vetë masën se si do vazhdoj me fjalën e Zotit. Ata të cilët akoma nuk e kanë vendosur dhe nuk kanë diçka të qartë se sa faqe Kur'an lexohet në ditë, fiksoje që tani. Unë do lexoj 2 faqe dhe kjo do të jetë e vazhdueshme. Ti të thotë unë do lexoj 5 faqe dhe kjo është e vazhdueshme. Dhe secili ta vendosit e vetvetja e tij. Bëje njët mes teje dhe Zotit. Unë thjesht jam orientues dhe asgjë më tepër. Njëtin dhe qëllimin e brendshëm dhe ta vendosësh, bëje ti në zemrën tënde, mendjen tënde me Allahun subhanahu wa taala. Vendosë që tani, unë inshallah do të filloj që nesër të lexoj 5 faqe Kur'an. Dhe poshtë 5 faqeve nuk do bija asnjëherë. Boje këtë
dhe ke për të pa mrekullinë e Zotit, sa shumë ke për të qetësuar në shpirtin tënd, sa shumë do të ndjesh atë ëmbëlsinë e besimit, ëmbëlsinë e punëve të mira, dhe të gjitha këto punë pastaj do të ftojnë ty për të realizuar pastaj punë të tjera. Pra do jetë magnet që do të tërheq ty për në punë të tjera të mira. Përndryshe, një Zot e di se si do të jetë ecuria jonë në Ramazan.